në prag të ditës së votimit, demokracia në veprim paraqet vlerësimin e saj mbi fushatën zgjedhore, zhvillimin gjatë këtij procesi zgjedhor para fushatën edhe përgatitjet që do t'i bëjmë për ditën e zgjedhjeve në monitorimin e ditës së votimit. Vlerësimet tona janë bazuar kryesisht në monitorimin që kemi bërë gjatë këtij procesi, duke përfshirë monitorimin e mediave tradicionale, mediave digjitale, takimeve të subjekte politike, shpenzimeve të tyre në rrjetet sociale, të cilat i kanë zhvilluar edhe gjatë këtij procesi nga raportimet e vëzhguesve tanë, duke përfshirë ditën e nesme, po edhe numërimin në qendrat e numërimit që të ndodhë pas ditës së hënë. Vlerësimi i përgjithshëm i fushatës zgjedhore, ne vlerësojmë se fushata zgjedhore është zhvilluar në një ambient konkurrues edhe kryesisht të hapur, duke mundësuar subjekte politike dhe kandidatëve të paraqesin ofertat e tyre para qytetarëve. Gara zgjedhore ka qenë e hapur për subjektet politike dhe të gjitha komunitetet në Kosovë, duke reflektuar pluralizmin politik dhe standardet themelore të një procesi demokratik. Subjektet politike dhe të gjithë kandidatët që kanë qenë të përfshirë në këtë proces zgjedhor kanë mund të prezantojnë programet e tyre dhe të marrin pjesë edhe në kontakt me qytetarët në gjithë territorin e Kosovës. Subjektet, megjithatë, gjatë kësaj gare ne kemi pa si shqetësuese pabarazien e cila ka ardhur si rezultat i vendimeve të institucioneve, veprime dhe vendime të institucione publike me ndikim elektoral para fillimit të fushatës, të cilat besojmë kanë ndikuar në perceptimin e pabarazisë ndërmjet konkurrentëve politik. Gjithashtu kjo fushatë në përgjithësi është quar nga centralizimi ose udhëheqja ose orientimi i diskutimeve dhe i prezantimeve drejt liderit dhe promovimit të liderëve politik, të mesazheve elektorale nga prezantimi edhe jo të mesazheve elektorale nga prezantimi i kandidatëve të cilët kanë qenë pjesë e kësaj gare zgjedhore. Temat të cilat janë diskutuar më shumë gjatë këtij procesi zgjedhor kanë bëjnë kryesisht me ekonominë, me energjinë, me pagat, me pensionet, skemat sociale, zhvillimin e infrastrukturës dhe teknologjisë, përfshirje dhe marrëdhëniet ndërkombëtare apo partneritetet me aleatët tanë. Premtimet për rritjen e të ardha, mbështetjen sociale, përmirësimin e mirëqenies ekonomike, pothuajse të gjitha subjektet politike i kanë prezantuar pavarësisht dallimeve që ata kanë pasur në programet e tyre, por gjitha subjektet politike nuk kanë arritur ta prezantojnë afatet kohore, burimin e financave edhe se si do të prezantohen edhe do të realizohen këto zëtime. Përpasoj, debati publik është shuar më tepër me slogane sesa me programe, politika të matshme, politika publike të matshme, të financueshme edhe të zbatueshme në afate kohore. Vëzhgimet preliminare tregojnë se fushata zgjedhore ka pasur mjaft investime dhe shpenzime gjatë saj konsiderueshme, gjatë saj periudhe në organizimin e të tubimeve publike, materiale promovuese, reklamimit nëpër media apo edhe në komunikimin digjital. Po megjithatë, ne si demokracinë në veprim kemi arritur që gjatë saj periudhe të përcjellëm vetëm shpenzimet e subjekte politike në rrjetet sociale gjatë periudhës zgjedhore për promovimin e aktivitetet të tyre, kryesisht në platformën Meta. Kemi monitoruar mbi 500 profile në rrjetet sociale, ku përfshihen subjektet më të mëdha apo të gjitha subjektet politike, LVV, PDK, LDK, AK dhe PSD, por edhe kandidatët e tyre, normalisht, por edhe 2 subjekte nga komunitetet serbe. Gjatë saj periudhës që kemi monitoruar deri në mbram, janë shpenzuar rreth 100.000 euro sponsorizime vetëm në rrjetet digjitale, të cilat kanë promovuar materiale të ndryshme nga video, grafika e gjitha ato që i kanë zhvilluar subjektet politike. Nëse vlen të përmendim me emra, gjatë saj periudhe, do thotë Partia Demokratike prin me shpenzimet e tyre në rrjetet sociale, rreth 26.500 euro, Lidhja Demokratike me 25.000 euro, LVV edhe kandidatët e saj në fakt me 25.000 euro, LDK me 26.500 euro, Partia Demokratike me 33.000 euro edhe AK me 10.000 euro. Këto janë sa i përket subjekte politike dhe kandidatëve të tyre, ndërsa sa i përket kandidatëve që kanë zhvilluar fushata, udhëheq Urani Ismaili nga Partia Demokratike, matutje pas tij rënditet profilet të Bedri Hamzës,
Ardian Gjinit dhe Lëvizjes Olëmer Abdigjikut. Këto janë shpenzimet cilat në emrat e tyre si kandidat i kanë zhvilluar gjatë kësaj periudhe. Gjatë monitorimit kemi vërejtur se komunikimi, prezentimi i platformave, i programeve dhe i debateve me qytetarë kryesisht ka ndodhur ose takimet kanë ndodhur kanë karakterit madh dhe të bime me mbi 100 qytetarë, por jo një platformë ku qytetarët kanë mundur të diskutojnë dhe të japin mendimet e tyre për prezentimet e programeve politike. Kryesisht kanë qenë aktivitete të cilat kanë qenë në një formë informuese më tepër për qytetarët se sa diskutuese me qytetarët. Kryesisht në këto aktivitete dhe janë zhvilluar edhe aktivitete me biznese të vogla apo të mesme, por gjithsesi me grupet e interesit edhe në këto aktivitete më shumë janë si promovim se sa si debat dhe diskutim rreth platformave apo prezantimeve që kanë pasur partitë politike. Në zhvillim i mirë, besojmë ne, i kësaj gare zgjedhore, mund të jetë lista e kandidatëve zgjedhor të subjekte politike, që ose përfshim gjithë listat zgjedhore që kemi pas të subjekte politike, shohim mbi 50% është e kandidatëve të rinj, cilët për herë të parë marrin pjesë në këtë garë zgjedhore, nëse mund ta quajmë një lloj reformimi të listave zgjedhore, pavarësisht që kemi pasur brenda një viti 3 palë zgjedhje, një vit e gjys. Edhe është mosha mesatare e listës së kandidatëve për 900 kandidatë sa janë në Kosovë sot, është 42 vjeçare. Por edhe në këtë përbërje, edhe në këtë zhvillim të listave, kuota gjinore ose gratë si kandidatët të listave nuk kalojnë më shumë se 34%. Partitë politike ende nuk kanë arritur, do thotë që të ngrisin kuotën përtej bazës ligjore edhe obligimit ligjor që është 30%. Por gjithashtu, edhe pjesëmarrja grave në këto lista me 34%, vërehet pjesëmarrja e ulët e tyre në debatet politike, në prezentimet politike, edhe kjo do thotë detyrimisht që prezentimi ose pjesëmarrja në listë është edhe dhënie e fuqisë edhe hapësirës për gardë barabartë mes burrave edhe grave. Toni dhe integriteti i komunikimit publik ose gjuha e cila është zhvilluar, ne kemi monitoruar 215 raste në rrjetet sociale, do të cilat gjatë kësaj periudhe kanë qenë gjuhë me elemente të urrëties, shpifse, përçmuese, dezinformuese dhe keq informim për publikun. Pjesa dërmuese e këtyre rasteve është lidhur me përdorimin e gjuhës së urrëties, ndërsa mbi gjysma e rasteve të evidentuara kanë pasur përcakt gratë pjesëmarrëse në garën zgjedhore. Përveç komunikimit të aktorëve politik, monitorimi i 152 mediave online në gjuhën shqipe dhe serbe ka identifikuar mbi 15.000 komente me përmbajtje të urrëties, të cilat përbëjnë rreth 6% të totalit të komenteve të analizuara. Po ashtu gjatë monitorimit janë evidentuar raste të përfshirjes së fëmijëve në aktivitete politike dhe promovuese të subjekteve zgjedhore. Përdorimi i fëmijëve edhe ekspozimi i tyre me bindje politike dhe partijake për qëllim të promovimit politik dhe përfitimit partijak është në kundërshtim me parimin e mbrojtjes së interesit dhe të drejtave më të mira për fëmijët. Mediat gjithashtu kanë luajtur një rol të rëndësishëm në informimin e publikut dhe krijimin e hapësirës për debat politik gjatë periudhës zgjedhore. Debatet televizive dhe ballafaqimet ndërmjet kandidatëve kanë kontribuar në rritjen e transparencës edhe llogaridhënies publike. Sa i përket megjithatë në disa raste raportimet mediatike kryesisht janë dalur në retorikën politike dhe dinamikat e garës e jo në analizimin e programeve të subjekte politike të cilat kanë pas në këtë garë. Sa i përket përmbajtjes së monitorimit të mediave tradicionale, fushata është karakterizuar nga dominimi i intervistave individuale, nga emisionet e pjesëmarrësve vetëm një subjekti politik, të cilat përbëjnë rreth 55% të përmbajtjes së analizuar. Do thotë kryesisht kanë bizotruar paraqitja e një anshme e kandidatëve apo e kandidatëve që janë pjesë e kësaj gare, krahasuar me debatet ku kemi pas përballje mes të këtyre kandidatëve. Monitorimi ka evidentuar gjithashtu pabarazi të theksuar gjinore në debatet televizive, ku burrat përbënin 82% të pjesëmarrësve, ndërsa gratë vetëm
100% të pjesëmarrjes në këto debate. Në anën tjetër, komunikimi digital i subjekte politike ka qenë kryesisht i fokusuar në promovimin e liderëve edhe figura kryesore politike, duke reflektuar tendencën e vazhdueshme të personalizimit të fushatës zgjedhore. DNV vlerëson se institucionet zgjedhore të cilat janë përgjegjëse për organizimin, menaxhimin edhe mbikëqyrjen e procesit zgjedhor gjatë kësaj periudhe kanë arritur të përmbushin shumicën e obligimeve të tyre ligjore, të cilat janë me afatet për organizimin e procesit zgjedhor. Megjithatë, gjatë kësaj periudhe disa vendime dhe interpretime nga ana e KQZ-s kanë nxitur diskutime publike dhe dilema lidhur me shtrirjen e kompetencave të institucionit edhe interpretimin e dispozitave ligjore. Disa vendime dhe rregulla në këtë proces vlerësohen se përmbajnë tejkalimet e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, si votimi me dokumente të pavlefshme në diasporë, rregulla për akreditimin të vëzhguesve, akreditimi i organizatorëve të komuniteteve pakicë e elementet e tjera. Ankesat megjithatë, paneli zgjedhor për ankesa dhe për shtresa ka arritur që ta garantoj funksionalitetin e këtij procesi duke kthyer sundimin e ligjit edhe garantimin e procesit ligjor bazuar në trajtimin që ka bërë ankesave të paraqitura në këtë proces. Gjatë kësaj kohe kemi pasur të paraqitura 19 ankesa nga të gjitha subjektet edhe aktorët politik në këtë proces, edhe nga 19 ankesa janë trajtuar, gjitha këto 9 janë refuzuar si të pabazë, ndërsa për 10 janë dhënë vendime meritore. Në gjitha këto kanë arritur një vlerë të shumës ku janë dënuar subjektet politike prej 26.100 euro si dënim nga ana e PZHP-s. Gjatë këtij procesi periudha parazgjedhore është zhvilluar pa incidente serioze, cilat mund me cënu ushtrimin e të drejta politike të qytetarëve për zhvillimin normal të procesit zgjedhor. Do të thotë policia ka arritur ta bëjë garën ose të ofrojë sigurinë e mjaftueshme për gjithë aktorët në garë, madje në raportet e fundit dihet se policia e Kosovës ka arrestuar 8 vetë cilët janë përfshirë në cënimin e integritetit procesit zgjedhor, duke tentuar me cënu drejtën e votimit të qytetarëve ose orientimit votues të qytetarëve përmes dhënies së rishvetit apo marrjes së rishvetit. Gjithashtu, policia ka përmendur në raportet e saj zyrtare se ka tendenca të ndërhyrjes nga jashtë edhe ka raste ku policia i ka trajtuar me shumë seriozitet raste të cilat mundën me ndiku si informacione të ndryshme në kredibilitetin edhe me ndiku në procesin zgjedhor, por kanë marrë masat e mjaftueshme për ta garantuar këtë proces. Gjithashtu në kuadër të saj, ju keni parë që në lajmet e fundit do të kemi rreth 100 prokuror të angazhuar nesër në ditën e zgjedhjeve, cilët në punën e tyre dhe me angazhimin e tyre përveç se do të jenë si garantues të procesit zgjedhor për qytetarët, paralajmërojnë për sanksionet, për veprimin e ligjit dhe për penalitetin që do të zhvillohet për gjithë ata që tentojnë të dëmtojnë procesin zgjedhor apo të shkelin standardet edhe ligjet zgjedhore. Procesi i votimit jashtë vendit, siç e dini sot ka filluar në ora 7 dhe dikon deri në ora 1 sipas zyrtarëve, pasi demokracia në veprim nuk e përcjell dhe nuk e monitoron këtë proces jashtë vendit në mënyrë fizike, po përmes mediave dhe raporteve që nxjerrin institucionet zyrtare. Deri në ora 1 kemi pas dikon rreth 39-40% të qytetarëve të lajmëruar në qendrat që janë akredituar si votues ose kanë marrë dokumentet e mjaftueshme për drejtën e votimit, edhe sot kanë votuar në për diplomacitë kosovare atje. Nesër në ora 7 është dita kur qytetarët e Kosovës do kanë të drejtë, do të fillojnë nga ora 7 të drejtohen kutive të votimit për të shtruar vullnetin e tyre në votën e tyre dhe për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre për mandatet e ardhshëm në përfaqësimin qytetar. Demokracia në veprim ka bërë gjitha përgatitjet për ditën e zgjedhjes së nesërme, do të ketë mbi 600 vëzhgues dhe vullnetarë që do të jenë aktiv gjatë këtij procesi në terren për të monitoruar
procesin qysh nga hapja e vendvotime, procesin e votimit, mbylljen e vendvotimeve edhe numërimin e votave, cilën tentojmë ta bëjmë publik gjatë ditës së nesër. Gjatë ditës së zgjedhjeve ne do të informojmë publikun edhe gjithë juve përmes konferenca për media. Në planin tonë janë 4 deri në 5 konferenca që do t'i kemë për adresim publikut, por gjithsesi mbetet të shohim gjatë ditës së nesër. Për vlerësimin e procesit zgjedhor, DNV, siç e dini tani, ka zgjedhur sistemin e numërimit paralel të votave me mosër, e cila garanton procesin me maksimum lëvizje deri në 1% të asaj, por bazuar edhe në 3 palë zgjedhje të kaluara. DNV tani që ka zhvilluar këtë proces edhe ka rritur të informoj publikun me kohë për gjitha të gjeturat në proces. Nga sot ne u bëjmë thirrje gjitha subjekte politike, kandidatëve edhe mbështetësve të tyre që të respektojnë rregullat zgjedhore, të shmangin çdo formë presioni ndaj votuesve edhe të kontribuojnë në ruajtjen e një atmosfere të qetë edhe demokratike në ditën e nesme të votimit. Po ashtu i bëjmë thirrje institucione përgjegjëse që të veprojnë në mënyrë profesionale, të paanshme dhe transparente në trajtimin e çdo ankese apo paraqësie eventuale. Qytetarët i inkurajojmë që të marrin pjesë në procesin zgjedhor edhe të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës në mënyrë të lirë, të pavarur edhe pa presion. Dita e votimit është një moment i rëndësishëm për një proces demokratik, por integriteti zgjedhor nuk matet vetëm me mbarvajtjen e procesit se si zhvillohet votimi, po ai matet me mënyrën se si administrohet procesi, si numërohet çdo vot dhe si garantohet që rezultati përfundimtar të pasqyrojë saktësisht vullnetin e qytetarëve. DNV do të jetë aty nesër për të garantuar qytetarët e Kosovës që secila votë do të njihet. Mendoj se janë 2-3 elemente që KQZ ka arritur t'i gjejnë nga këto gjetura, nga ai proces që ka ndodhur, shtimi i numrave të tavolinës, hapja dhe mundësia e bërjes publike të kamera ose të zhvillimit më transparent procesit, edhe mbikëqyrja e cila vjen nga ona e KQZ-s në atë proces. Unë besoj që këtu janë marrë disa mosa të reja nga ona e këtij institucioni, i cili do të garantojë që vota secili kandidat të numërohet në mënyrë drejtë edhe secila votë të shkon ose të adresohet për kandidatin nga çdo qytetar. Ne si demokracinë me prim normalisht që në zgjedhjet e kaluara nuk kemi monitoruar këtë proces në qendrat e numërimit në nivel komune. Tani do të kemi rreth 100 vëzhgues, cilët do të jenë të përfshirë në ndërrime 2 ditore në monitorimin e procesit të përgjithshëm brenda qendrës, në funksionimin e institucioneve dhe procesit si përgjithësi, por edhe dikon rreth 40% të procesit të numërimit për kandidat do të arrijmë të shohim si mostër për garantimin që secila votë do të është numëruar saktë edhe është shkuar për kandidatët nga ku është votuar për qytetarë.